Kam sjell mënyrën tradicionale të patatëve në furrë, pra I kam përgatit ashtu siç I kanë përgatitur më parë gjyshet tona. Përgatitja e thjeshtë, bëhen shumë të shijshme, besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen. Në fillim merrni patatet, I pastroni mirë nga lëvurja dhe I lani me ujë dhe bëni coptimin. Unë jam duke demonstru mënyrën tradicionale ashtu siç I kanë përgatitur më parë gjyshet tona. Kanë prerë në copsa të vogla, holla kështu, në feta të holla. Kështu në këtë mënyrë bëjmë coptimin e patatëve të gjithave, kështu në pjesë të vogla të holla, mënyrë të njëjtë veprojmë me të gjitha. Pasi kemi bërë coptimin e patatëve, morim një tepsi dhe e vendosim mbi zjarr në të shtoj një qepë, cilën e kam coptu emët. Shtojmë 2 thelbra hudhër, I kam coptu në katrore dhe I shtojna vaj, dikun rreth 50 ml. Dhe qepën e fërgojmë duke e përzier vazhdimisht derisa të zbutet ajo mirë. Kam fërguar qepën mirë, ka fillu që të merr ngjyrë kafe. Tash I shtojna patatet e coptuara. Dhe I përzi kështu pak, rreth 2 minutave. Tash ja shtojna një lugë gjelle të mbushur plot me biber të kuq. Dhe patatet I përzi kështu në temperaturë mesatare, bëjmë përgimin rreth 5 minutave. Kam fërguar patatet rreth 5 minutave, tash ju shtoj lëng mishi. Unë kam lëng mishi pudrës, mund t'i shtoni edhe dliçi, nuk do ketë problem. I mbulojmë nivelin e patateve me lëng. Dhe I shtojmë vigeta apo krip, mund t'i shtoni sipas dëshirës. Unë do ja shtoj një lugë gjelle të mbushur plot dhe masën e përzi mirë e mirë, që vigetat përhapet në gjithë sipërfaqen e tepsisë. Dhe I lëm kështu mbi zjarr dikun rreth 10 minuta. Patatet janë zier mbi zjarr për 10 minuta, tash I fusim furrë nxehtë 250 gradë derisa t'ju shterret lëngu. Patatet I kam larguar nga furra, ju ka shterur lëngu mjaftueshëm, kanë një aromë shumë të mirë, I lojmë që të ftohen pak dhe janë gati për konsumim. Patatet janë ftohur pak, t'i servojmë në një pjatë dhe t'i shihni se si kanë dalë. Vërtet kanë dalë shumë të mira. Shkojnë shumë me bukë katundi, me domate, tranguj, janë shumë të shijshme. Gjithë ju motra që përgatisni në këtë mënyrë një drekë apo darkë të shpejtë me patate në furrë, recete vjetër tradicionale, ju bërfshin mirë. Ju faleminderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia, jepni komente të bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare, deri në recetën e radhës.